Njani për muslimanëve ose muslimaneve është lutë për neve dhe ka thënë qysh e ki zemrën ashtu dhasht Allahut mira. E para musliman po them Allahu e shpërbleft këtë vëlla se motë që është lutë për neve kështu. Mirë po du me shtu diçka dhe po du me thënë diçka për shkak se është doa begje shpesh të njerëzit. Domethënë shumë shpesh e përdorin njerëzit. Po them shkurt o musliman, nuk ka musliman i cili e njeh dinin e Allahut azza wa jall e që guxon me i thonë amin qësaj doaje. Domethënë, me thonë dikush Allahu dhasht mira qysh e ki zemrën, mos gabo me i thonë amin. Mos gabo me i thonë amin. Rujo. Thuj Allahu dhasht mira për rahmetit tina. Allahu azza wa jall për i mirësisë tina dhasht shumë mira. Allahu të falt, të nimoft, ama mos e lidh qysh e ki zemrën, po shkak se muslimani që e njeh dinin me ia dhon dunjan, nuk gëzon mi thonë qësaj doaje amin. Po shkak se muslimani në dunja kur nuk gëzon me dëshmu për veten e vet edhe për zemrën e vet që e ka të mirë. Wallahu alem. Për veti as për kërkan. Ka vdek njëherë njani prej shokëve të Rasulit alayhi salam, edhe u koni njohur për adhurim. U koni njohur për adhurim të madh. Për tregoj këtë histori nashta ma gjan për me kanë edhe mësim edhe shumësime tjera për kësaj historie. Qaq adhuruesi i madh i Allahut u kanë sa që ka lyp mo shkurorzu prej martesës, domethënë me u bë veç adhuruesi Allahut azza wa jall. Mos me kanë i martum, mos me pas probleme dunjas. Ama kështu e ka ndalu Rasuli alayhi salam. E ka thënë jo. Ba ato qysh e bajone. Jo kështu. Kështu është tradit e tjerëve, nuk është tradit e jona. U kanë jashtëzakonisht adhuruesi i madh. Kur ka vdek që kë, Rasulullah alayhi salam për vdekni e ka puth në ball. Domethënë, për kësaj na mëson që lejohet me puth në ball të vdekurin. Lejohet me puth. Do të mos sjell si me gjallin. E ka puth për vdekni në ball Rasuli alayhi salam, Rasulullah alayhi salam. Domethënë musliman shumë i mirë. Kur ka vdek që kë, njana prej muslimanëve ka thënë lum për ty. Të ka begatu Allahu azza wa jall. Të ka dhënë mirësi Allahu azza wa jall. Ka fol për ta që ka vdek për këtë sahabiun. E ka një Rasuli alayhi salam i ka thënë wa ma yudriki. Që të ka ba ty me dit, ka heditet të që Allahu i ka dhënë mirësi. Ka thonë kjo, sahabike, kjo e cila ka rnu në kohët Rasulit alayhi salam, ka thonë, ja Rasulullah, kanë, në të kuptimin, nëse qëtina, si ka dhënë Allahu azza wa jall mirësi, kojna, në të kuptimin, adhurus shumë i madh. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, e sa i përket këtinave që ka ardhur vdekja, i ka ardhur bindja e plot në Allahun azza wa jall. E nuk menojmë për ta veç se hajr, ama me dëshmu, ka thonë Muhamedi alayhi salam, unë jam Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me mua, ka thonë Muhamedi alayhi salam. Unë jam Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me mua. Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me mua, e unë e ti me dëshmu që na e kem zemrën e pasht, edhe Allahu na dhash qysh e kem zemrën kur, mos e thuj amin kësaj duaje. Thuj amin çdo duas që thot Allahu të falt, Allahu të nimoft, Allahu të zoft, Allahu të drejtoft, Allahu të mësoft, Allahu me na nimo, kësaj na pa. Ama jo qysh e ki zemrën kësaj kur mos e thuj amin për kur kanë as për vete. Allahu na i pastrof zemrat tona. Thot Allahu azza wa jall, wala tuzakku anfusakum. Mos e pastroni veten e ju, me thonë, unë s'jam i fajshëm, unë s'kam faje. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ai Allahu e din kush është i devotshëm. Allah na vao për muslimanët mirë. Ma ban Allah, nuk e kam mënyrë personale me ty, e kam mënyrë përgjithshme për sqarim lidhje me këtë dua, Allah na falt.